Ne, flet gjithmonë në numrin shumës, të guxojmë, të besojmë, të shfrytëzojmë rastet. Gianni De Biasi nuk e shet dot veten të ndarë nga Shqipëria, një pjesë të zemrës dhe të mendjes se ka këtu. Me të drejtë, ajo që bëri në drejtimin e kombëtarës ishte diçka e paharrueshme si për atë në aspektin profesional, ashtu edhe për shqiptarët. Trajneri italian i cili siguroi një për herë të parë kualifikimin e Europian, ai e di mirë se si nga një skuadër edhe pse me limite të shumta të marrë maksimumin. Teksa tifozët kuqezin janë në kërkim të argumenteve dhe pikave që i bëjnë të besojnë për një rezultat pozitiv në Wembley, që është 8 vjeçari na ndihmon për këtë. Ai e di mirë se çfarë të thotë të ndalësh apo të mundësh ekipe të mëdha. Në një intervistë ekskluzive për Panorama Sport, thotë se kuqezinjt nuk duhet të parkojnë autobusin e Anglisë, teksa zbulon disa prej historive dhe ndodhive në atë skuadër. Trajneri italian thotë gjithashtu se ka ardhur koha që Armando Broja të gjejë stabilitetin dhe të ndihmojë kombëtaren për arritjen e rezultateve pozitive. Duket se e ka zili Silvinjun që stërvit një ekip me shumë teknik dhe me djem që aktivizohen në kampionatet të rëndësishëm të Europës, megjithatë ai nuk ka ndërmend që të zëvendësojë asnjë me djemtë e tij që arritën të bënin në realitet të parët ëndrrën e madhe të Europianit. Gianni flet për Spanjën, Francën dhe mbi të gjitha për sfidën heroike në Portugali. Mister, përshëndetje, çfarë po bëni këto kohë? Jam duke pushuar gjatë kësaj kohe, kisha nevojë për këtë pas 3 vitesh i gjysmë në Azerbajxhan, por sigurisht që një sy e mbaj nga futbolli italian dhe nga ai ndërkombëtar. Ndjek gjithçka që ndodh, nuk mund të bëj pa futboll. Kur do të riktheheni në futbollin që vlen, jo thjesht si spektator? Kam pasur disa oferta në fakt, por kanë qenë situata që nuk më kanë interesuar dhe për më tepër në vende që kanë pasur rrezik të madh. Në një moment të tillë kam menduar është më mirë që të qëndroj në shtëpi dhe të bëhem gati për telefonatën e radhës. Le të kthehemi pas në kohë. Ju jeni nga trajnerët që me kombëtaren shqiptare i keni fituar 3 debutimet në kualifikuese, Çipron, Portugalinë dhe Maqedoninë e Veriut. Një proverb thot, fillimi mbar gjysma punës. Ti nisësh eliminatoret me një rezultat pozitiv dhe me një fitore sigurisht që të jep besim dhe shtys për të ardhmen, por varet gjithmonë dhe nga rivali që ke përballë, sepse në rast se do të përballesh me një skuadër si ajo të cilën do të kemi ne përballë, Anglinë të premten, nuk është e lehtë. Në rast se do të marrim një rezultat pozitiv aty do të jetë diçka madhështore për vazhdimsinë dhe mund të provojmë deri në fund. Ne jemi duke gjetur disa argumente si mund të bëjmë mirë në Angli, përveç se të lutemi në Zot. A ka të tjera? Sigurisht që ka, në futboll çdo ndeshje nis 0-0. Na ndihmoni. Duhet të bëjmë një ndeshje me inteligjencë, duke kërkuar që të mos zhbalancohemi shumë. Ata kanë kapacitet atletik të jashtëzakonshëm. Ne duhet të kërkojmë të shfrytëzojmë sa më mirë mundësitë që do të na krijohen në këtë ndeshje, sepse për këtë jam i bindur, gjatë ndeshjes do të krijojmë edhe ne ndonjë rast. Duhet të kërkojmë të mbajmë sa më shumë topi në zotrinë, sepse në këtë kombëtare ka futbollistë që din ta bëjnë. Po fakti që Tuchel e ka ndeshjen e tij të parë na ndihmon, mos ndoshta nuk e njeh mirë grupin. Sigurisht debutimet nuk janë të lehta për asnjë. Tuchel ka eksperiencë të rëndësishme, por edhe ai duhet që të njohë më mirë në aspektin e karakterit të disa prej futbollistëve të tij. Në përgjithësi, Anglia është skuadra më e fortë e grupit dhe Shqipëria duhet të kërkojë të shfrytëzojë atë që do të sjellë zhvillimin e ndeshjes. A e dini që ju jeni i vetmi trajner nga kombëtarja që keni fituar një ndeshje me një nga 10 vendet e para të FIFA-s? Po, e di. Sigurisht që nuk është e lehtë të fitosh ndaj tyre. Ne e bëm me Portugalinë. Jo, në fakt, Portugalia nuk ishte në top 10 në atë kohë, po ju ndihmoi ishte misoria me Francën. Mendova se e kishit për ndeshjen me Portugalinë, ku fituam 0-1 në Aveiro, po e kujtoj dhe këtë ndeshje. Erguis Kaçe ka shënuar një super gol nga goditja e dënimit, realizoi një perlë në ndeshjen e luajtur në Elbasan Arena. Kemi bërë një ndeshje të madhe dhe të shkëlqyer, jam i lumtur për atë që kemi bërë në atë kohë dhe për djemt, nuk ishte pak të mundja të Francë. Tani flasim për Portugalinë, si a dolët ta bënit atë mrekulli. Nuk ishte as pak e lehtë ndaj një skuadre me lojtarë që luanin në kampionate kryesore. Ne kërkuam që të gabonim sa më pak, nuk duhet të linim të niseshin në kundërsulm. Ne u fokusuam shumë te Coentrao që në atë kohë luante me Real Madrid. Aty vendosa roshin sepse dia që mund të vinte në vështirësi në disa aspekte dhe disa momente që do t'i krijoheshin gjatë ndeshjes. E shfrytëzuam mirë në fillimin e pjesës së dytë dhe bala i shënoi një gol të jashtëzakonshëm.
por lista ndaj të mëdhave shtohet me Spanjën dhe Italinë, cila është ndeshja që ju ka pëlqyer më shumë. Do të qëndroj në fitoren ndaj Portugalisë. Sa i përket ndeshjes me Spanjën, ishte një sfidë që e menaxhuam keq në fragmente të saktuara. Ne gabuam një pasim në nisjen e aksionit dhe ata na ndëshkuan, por e humbëm 2-0 në rast se nuk gaboj. Luanim në Shkodër, por ajo Spanjë ishte një tjetër nivel, ashtu si Shqipëria ime asaj kohe. Kishte diferenca të frikshme mes skuadrave, por edhe humbja 2-0 nuk ishte keq për mënyrën se si luajtëm. Po sfida që ju ka ngelur peng. Kjo me Spanjën, goli i parë që pësua erdhi nga një gabim i yni dhe kur je 1-0 kërkon që të zhbalancohesh pak për të tentuar barazimin. Aty pësua edhe të dytin, ishte e vështirë që të luanim ndaj tyre. Rikthehemi pak tek Anglia. Si duhet ta luajë Shqipëria këtë sfidë? Të jemi agresiv në pressing apo të parkojmë autobusin përpara zonës? Unë mendoj se të gjitha ndeshjet duhet të luhen dhe kjo ndaj Anglisë po ashtu. Autobusin t'ja lëm do një tjetri. Në ditët e sotme është e rëndësishme që të kesh dominimin e lojës në rast se mund të bëhet. Shqipëria ka shumë lojtarë të fortë teknikisht në mesfushë dhe nuk duhet që të luajmë me topa të gjatë apo të hedhim topin kot. Duhet i detyrojmë ata që të vrapojnë pa top. Duhet të luajmë përpara, mendoj, dhe të krijojmë vështirësi në 3/4 e fushës së tyre. Mund të ta bëjmë këtë ne? Duhet të qëndrojmë sa më të shkurtër në fushë dhe të mbështesim njëri tjetrin si në fazën me top ashtu edhe në fazën pa top. Ne kemi lojtarë të fortë dhe duhet t'i shfrytëzojmë. Më mirë të bëjmë këtë se sa të parkojmë autobusin përpara portes, siç ju thatë me të drejtë për një ndeshje të tillë. Po ju pyes në formë batute sepse ju ishit mjeshtri mbrojtjes në ndeshje të tilla. Është turp të parkojmë autobusin në Wembley? Unë mendoj se turp në futboll është të vjedhësh rezultatin dhe ndeshjen. Ne në Portugali dhe disa sfida të tjera i kemi fituar vetë rezultatet duke luajtur me inteligjencë. Duhet të bëja futbollin që mundesha me ata lojtarë që kisha në dispozicion. Nuk mund të bënim si fenomen, por të shfrytëzonim kualitetet që kishim, duke u lutur ndonjëherë që rivalët të mos bënin ndeshjet më të mira ndaj nesh, dhe në Portugali ndodhi kjo. Nga lojtarët që janë tani në listë, vetëm 2 kanë marrë pjesë në European, Aliji dhe Ajeti. Shqipëria saj kohe kishte lojtarë të rëndësishëm që kishin shumë dëshirë të bënin ëndën realitet dhe ja dolëm fal dëshirës për të qenë bashkë dhe me njëri tjetrin. Ndoshta në nivelin teknik nuk kishim kaq shumë kualitet, por kishim vendosmëri dhe kjo na ndihmoi për të arritur aty ku arritëm. Dhe Aliji me Ajetin ishin pjesë e rëndësishme. Me që folëm për Ajetin, sikur të mos ishte dëmtuar ndaj Francës në European, në futboll nuk ka nëse dhe sikur. Ajeti kishte probleme muskulore dhe u largua nga fusha e lojës 5 minuta nga fundi dhe ne pësuam thuajse në shtesë. Mëkat i madh sepse edhe në atë situatë arritëm që të bënim mirë edhe kundër Francës. Duket se ja kishim marrë dorën asaj skuadre. Po, në fakt, kishim rrezuar 1-1 në arenë me golin e Mabright dhe kishim fituar në Elbasan Arena me golin e Ergus Kaçës. Mendoj se Franca ja kishte frikën më shumë se sa ne asaj ndeshjeje. Ju keni pasur dhe lojtarë të tjerë nga ky grup. Manaj është një prej tyre, shënoi në debutim pas 15 sekondash lojë. E kujtoj shumë mirë golin e tij në debutim kombëtaren. Luanim në Prishtinë kundër Kosovës, u fut në fushë kur po ekzekutonim një goditje nga këndi. Unë e thash, luaj thjesht dhe mos mendo të bësh shpikje në fushë. Ai më tha me fytyrën e tij të ftohtë, do shënoj gol. U fut dhe shënoi gol. Kjo sa për të treguar karakterin që kishte. Pas 10 vitesh ka shënuar vetëm 8 gola, pse nuk u bë dot kampionin që ne po prisnim. Rej është një lojtar që ka forcë, kualitet dhe vendosmëri. Është një lojtar që me shumë mundësi mund të bënte më mirë, por ka pasur dhe tëmtime që nuk e lanë të qetë dhe e kanë kushtëzuar në rrugëtimin e tij. Unë do të kisha dëshirë ta kisha më shumë në kombëtare, por ishte shumë i ri dhe jo në kushtet më të mira për të dhënë maksimumin. Ashtu siç pritëm Manajn, jemi duke pritur edhe Brojen. Brojen e njoh më pak, për të thënë të vërtetën, por është një lojtar që në ato pak ndeshje që e kam parë dhe ka qenë në formë, tregonte se kishte shumë potencial. Nuk e di nëse është një lojtar i kompetuar apo jo, por hera herës tregon se ka një kualitet të jashtëzakonshëm. Në futboll janë të rëndësishëm numrat, sidomos nëse je një sulmues, sa shënon dhe sa pikë sjell skuadrës. Kjo është ajo që vlen. Shpresoj që të gjejë një ekuilibër që ta lejojë të jap kontribut më të madh për kombëtarin ton. Mister, çfarë doni të vjedhnit nga kjo kombëtare dhe çfarë doni të falit nga ajo që ju kishit në dispozicion?
Janë dy skuadra të ndryshme. Kjo kombëtare ka shumë lojtarë të mirë dhe që luajnë në kampionate të rëndësishme të Europës si në Itali, Spanjë apo Angli dhe Gjermani. Mendoj që kanë eksperiencë më shumë se sa ajo jona. Sinqerisht, unë nuk do të bëj asnjë shkëmbim. Unë do të qëndroj me ata që kam stërvitur vetë. Sigurisht që në jetë, në rast se kthehesh mbrapa, mund të bësh të tjera zgjedhje, por kjo quhet eksperiencë e jetuar. Eksperiencat të ndihmojnë për të ardhmen për të bërë zgjedhje të ndryshme nëse ke mundësi. Si është të menaxhosh një skuadër që vjen në një Europian dhe nis një eliminatore me po të njëjtin trajner? Çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet të bëjë Silvinho? Silvinho është një trajner që ka eksperiencë edhe pse është i ri. Është i motivuar dhe ka dëshirë që të bëjë mirë. Ka arritur një objektiv të rëndësishëm si kualifikimi i Shqipërisë në Europian. Tani ka përpara një objektiv po kaq të rëndësishëm për të çuar për herë të parë Shqipërinë në botëror. Unë mendoj se ka mundësi që të bëjë mirë edhe pse grupi është impenjativ, por jo i pamundur. Në rast se skuadra do të ketë gjithë lojtarët në dispozicion, mendoj se ka shanse të mira për të luajtur kualifikimin ose atë që ne të gjithë shpresojmë që mund të vinë në këto eliminatore. I uroj fat atij dhe kombëtares. Forca Shqipëria e madhe.